Grupi parlamentar i Partisë Socialiste prezantoi raportin e lidhur me kërkesën e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres dhe deputetes Belinda Balluku. Në mbledhje, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja deklaroi se shqetësimi i SPAK për mundësinë që Balluku të prish prova apo të arratiset është hipotetik, duke theksuar se ajo tashmë është vetëm deputete. Maxhoranca socialiste u pozicionua edhe një herë kundër kërkesës së SPAK, duke rrëzuar arrestimin e Belinda Ballukut. Rrëzimin e kërkesës për ujë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, për dhënien e autorizimit për arrestimin, heqjen e lirisë deputetes zonjës Belinda Balluku. Nga ana tjetër, gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste, kryeministri Edi Rama sfidoi publikisht SPAK-un duke deklaruar se Balluku do të vazhdojë të drejtojë qarkun e Fierit. Rama e vlerësoi atë për kontaktet e vazhdueshme në terren dhe për projektet infrastrukturore, që sipas tij kanë ndryshuar vendin, duke përmendur rrugën Thuman-Kashar, Unazën e Madhe të Tiranës dhe segmentet e korridorit blu si vepra kolosale të realizuara gjatë drejtimit të saj, pavarësisht situatës reale në terren ku ka më shumë rrugë të shembura dhe të çara. Megjithatë, ndërsa Rama theksoi se nuk i mban pishën askujt dhe nuk do ta shpall Ballukun të pafajshme, pasi kjo është detyrë e drejtësisë dhe jo e politikës, ai refuzoi të ngrejë kartonin për t'i hequr imunitetin Belinda Ballukut. Unë pikërisht sot duhet t'u them shqiptarëve se ndryshimin epokal që vazhdon dhe do të vazhdoj në sektorin e infrastrukturës dhe në sektorin energjetik të vendit tonë nuk e solli koha. Nuk e sollën as thjesht parat. Para janë harxhuar plot edhe më parë për ato rrugët e lëna rrugëve. Nuk e solli askush dhe asgjë tjetër përpos votës tyre për këtë parti, për qeverinë e kësaj partie, ku bën pjesë edhe Belinda Balluku si antare e kryesisë Partisë Socialiste, si një ndër njerëzit tanë më të votuar dhe më të mbështetur nga zgjedhësit, e cila për 6 vjet me radhë drejtoi Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, duke punuar pa orar, luftuar pa rezervë për të realizuar në afat dhe në cilësi objektivat ambicioz programit tonë qeverisës, mes 1001 vështirësish në këta dy sektorë që e kanë vuajtur gjatë prapambetjen historike për shumë arsye. Vendimi i maxhorancës për të refuzuar kërkesën e SPAK dhe për të zvarritur arrestimin e Ballukut, e cila po hetohet për një sër shkeljesh që mund të çojë në burg, ka ngjallur kritika të forta. Ky veprim krijon përshtypjen se Partia Socialiste po përdor fuqinë parlamentare për të mbrojtur një ish-ministre pavarësisht hetimeve në ngarkim të saj nga SPAK. Në raportin e paraqitur në grupin parlamentar, Manja argumentoi gjithashtu se vepra penale, shkelje barazisë në tendera nuk përbën korrupsion, duke minimizuar rëndësinë e akuzave të ngritura nga SPAK. Ku qëndrim kanë nxitur reagime nga opozita dhe qytetarët të cilët akuzojnë maxhorancën për mbrojtje selektive të zyrtarëve dhe për standarde të dyfishta ku deputetët e saj nuk përballen me përgjegjësi penale në të njëjtën mënyrë si qytetarët e zakonshëm. Sipas argumentave të paraqituara nga PS, Balluku nuk përbën rrezik për t'u larguar nga vendi, pasi në raste të mëparshme është rikthyer në Shqipëri dhe gjatë kohës kur hetimet ndaj saj kanë qenë në progres. Megjithatë, ky pozicion ka shtuar tensionet mes maxhorancës dhe institucioneve të drejtësisë, duke krijuar përshtypje një përplasje mes parlamentit dhe organeve të pavarura hetimore.